Dy net të paharrueshme ndodhen në odaonin e Pogradesit me interpretimin e serenatave qytetare, të cilat mbajnë gjallë shpirtin e qytetit. Kultura, tradita dhe muzika pogradecare, të trashëguara ndër breza, janë thesare që duan ruajtur me dashuri. Duhet thënë një faleminderit për organizatorët dhe 25 artistët që kënduan me kaq shumë emocion serenatën pogradecare në edicionin e parë të eventit artistik Serenatë mbi liqen. Për mua është një vlerësim i serenatës edhe më bëhet shefi që mesazhi kryesor që përcjell ky koncert që të zhvillohet është trashëgimia e serenatës në breza. Them që do jap maksimumin, atë që di, atë të bëj. Kam 4 këngë kam me gitar solo, siç kam kënduar për liqenit, dhe 4 tjera kam shoqëri me muzikantin tim. Për mua është një kënaqësi e madhe. Kjo vjen për herë të parë në qytetin tonë dhe unë ndihem shumë mirë që në këtë qytet vit për vit të jemi të angazhuar me aktivitetet të tilla që të dalin në pa dhe vlerat folklorike dhe kulturore të qytetit tonë. Është një event ose një aktivitet që në fakt i takon Pogradecit, Serenata mbi liqen, sigurisht që është dhe nga titulli vet dhe nga emri që përmban, na përfshin të gjithë ne serenatistëve pogradecar dhe aq më tepër për grupin ton Nostalgjia, i cili është në vitin e 24 më duket që është krijuar. Dhe për ne është një nder i madh që jemi përfshirë në këtë aktivitet, sepse pa këngën pogadecare çfarë do quheshë Serenata mbi liqen. Gëzohem që në Serenatën pogradecare po e japin dhe këta të rinjtë. Ideja është kjo që këta të vazhdojnë serenatën mos e harrojnë asnjëherë. Se neve qëllimi jonë është që këtë serenatë ta shpijmë brez pas brezësh. Kjo është ideja. Dhe unë jam shumë i gëzuar që sot jo vetëm neve, nuk grupi Nostalgjia, po edhe shumë të rinj janë këtu që e këndojnë me kënaqësi serenatën pogradecare. Në qytetin tonë janë kënduar prej shekush serenatat. Unë për shembull mbaj mend grupin e ishin edhe krishterë edhe muslimanë bashkoheshin bashkë dhe këndonin për sebepe këngët. Dhe unë me Kickocin, Mjallaq Kolen, muzikant të vjetët të qytetit, kemi gjurmuar këngët qytetare pogradecare dhe na kanë treguar shumë këngë të bukura. Këto i hodhëm dikur në ansambin Driloni, tani po këndojnë Nostalgjia. Kanë emocion, ato këngët tona kanë lirike, kanë romantike. Disa thonë pse është korsa, po jo pse, Pogradeci çka ka, e Pogradeci shumë bukur këndon. Ne kemi natyrën tonë. Serenata ka lindur në zonën e juglindjes shqiptare, që është qarku i Korçës, që është Korçë, Pogradec e rrethina, kështu që natyrisht që Serenata në liqen është piknisja e saj. Dhe është një nga verat që sapo kemi marrë, atë që është një nga çmimet e veçanta në konkursin botëror dhe Canter, është për herë të parë është prezantuar Serenata dhe ka marrë 86 pikë në 100 muzme, kështu që një bronz medal e nderon Serenatën. Efekti i Serenatës dhe muzika pasqyrojnë në fakt atë që është shpirti i krahinës. Dhe këtu jetë e mot Serenata ka qenë, le të themi, zanafilla e jetës. Kështu që nëse njerëzit dëshirojnë që të shihen jetën, duhet shihen dhe serenatën. Të shihen liqenin, të shihen krahinën. Theksojmë se serenata pogradecare nuk mund të kuptohet pa tingujt e muzikës, pa poezinë e mirë dhe verën e mirë që të shoqërojnë në çdo gëzim e fest familjare.